Mbi situatën politike do të bashkëbisedoj me zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, të përshëndes. Përshëndetje edhe për ju. Sërish seancë e dështuar edhe ditën e sotme. Si do të zgjidhet në Gërçi? Në Gërçi është çështje, kam thënë disa herë, çështje kalkulimeve të brendshme partijake, e ndoshta ndoj strategjie që nuk ka të bëjmë as me shtetin sa ka të bëjmë për marrjen e pushtetit, pastaj kalkulimi i interesave dhe përfitimeve të tjera nga procesi politik. Përndryshe, edhe me gjuhën e kushtetutës edhe të ligjeve ka rrugë zgjidhje, se si dilet nga ky ngërsh, janë të gjitha alternativat e mundshme që kjo të i kalohet, por është çështje vendimarrjes politike. Ju e pat, domethënë çndrimin e prerë dhe të vazhdueshëm të subjektit që e ka me të drejtë, domethënë edhe me kushtetutë, e ka të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar dhe i takon kryetari që jo domosdoshmë duhet të jetë i partisë tij, po mund të jetë i subjektëve të tjerë në koalicion, mirë po këmbgulin e një personaliteti i cili për pjesën ndërmuese të deputetëve ose spektrit politik që janë brenda kuvendit dhe në vlerësimin e gjithëve është nuk e ka integritetin e nevojshëm për të kryesuar me kuvendin, i cili është një forum ku nuk mund të ketë një drejtues i cili ka inate personale, i cili ka qëndrime agresive nga deputetëve tjera. Kjo është demonstruar ndryshe gjatë kohës sa ka qenë edhe ministre, edhe në opozitë, edhe gjatë gjithë kësaj periudhe sa është angazhuar në politikë, ka kriju një imazh ndryshe, jo unifikues dhe kontradiktor me gjithë deputetët, prandaj edhe s'mund të kaloj. E kemi një rrethon tjetër që pastaj opozita në vlerësimin tim më shumë e bën këtë për sfidim politik dhe provokim se sa thjesht kjo është më domosdoshme e patjetër që duhet të jetë, por e bën sepse e ka sjell situatë, domethënë thotë unë i kam votat, ne kemi votat, ndërkohë që çdo ditë që 6 radha shef se nuk i ka votat. Dhe unë mendoj se opozita mirë po bën që po dëshiron ta disiplinoj kurtin në këtë arrogancën e tij që mundohet ta tregoj në emër të numrit të votave, e në demokraci nuk do të thotë të sundosh, por më shumë të luftosh është më i fituar ai që lufton për kompromis, ai që lufton me zgjedhje, me pas konsensus në tema caktuara me të gjithë spektrin politik. Ky është ai që mund të udhëheqë në demokraci, ndërsa liderët të tillë që mundon të imponohen, të bivendosen, të dhunojnë demokracinë, siç po bën Albin Kurti, nuk kanë perspektivë dhe ja vjen në një moment kur edhe kalkulohen ndryshe. Tani është edhe një defekt këtu që duhet m'ia faturuhet ndoshta të spektrit politik brenda parlamentar, se kanë leju që të krijohet shprehia për shkeljen kushtetues dhe mbi vendosje të tilla. Si kanë leju? Me raportin për vlerësimin e mandateve të deputetëve dhe të forumit, këta lejuan që të bëhet shkelja kushtetuese, pra lëshuan pen. Dhe krijohet shprehia e kalimit miut në përmustaqe, kështu që tani janë në një situatë kur vetë e kanë lazdruar ose e kanë krijuar përshtypjen tek partia fituese, partia parë, se nuk janë konsistent dhe nuk mund të qëndrojnë gjatë dhe do të dorëzohen. E kjo tash po krijon një situatë jo të këndshme edhe për qytetarët, sepse fundit këtu psojnë qytetarët askush tjetër, por krijon një përshtypje dhe një imazh të keq për shtetin në arenën ndërkombëtare para aleatëve tonë, të cili do të çerdë dhe Sorensen që ishte dje, kërkuan që të krijohen institucionet dhe na paralajmëruan duke na dhënë një shkas, a thu pse Albin Kurti nuk po ngutet dhe nuk e ka më atë vullnetin për ta marrë qeverinë. Se i tha do të përballesh më njëherë me implementimin e marrëveshjeve teknike dhe do të përmbushësh detyrimet që ke marrë nga plani franko-gjerman. Pra, Bashkia Ndërkombëtare, ndërmjetësit evropianë janë konsistent në detyrimet që ka pranuar Albin Kurti. E po t'ju referohemi atëherë aty në detyrimeve, Kosovën e çoi drejt një autonomie territoriale për pjesën e veriut, edhe statuti i Bashkimit Evropian që është pranuar po ashtu në tetor, inauguron të njëjtën gjë, do të thotë atje do të kesh një territor autonom i cili do të qeveriset përkohësisht nga zyra për Kosovën që është Beograd, do të jetë qeveria provizore deri në momentin kur atje konstituohen organet. Pra tani do të përballen me atë që e kanë paralajmëruar se me këto marrëveshje, edhe plani franko-gjerman, edhe aneksin e Ohrit, por edhe me këtë statut përfshet deri drejt cenimit të integritetit territorial dhe suverenitetit politik në shtet, që është baraz me tradhtim ndaj interesave të shtetit. Qartë, ty e thatë zoti Berisha, kjo krizë bie mbi kurisë të qytetarëve, sepse me aq sa dim, mbas betimit deputetët
vjojnë ta marrin pagën apo jo. Kështu që edhe nëse vjohet me seanca të tjera konstituive, nuk i bën edhe aq përshtypje. Në këtë pikë më bëri përshtypje kur thatë